Është punuar në këtë drejtim dhe kush duhet ta barën e këtij projekti të madh? A është dikush që duhet të jetë lideri, iniciatori, ai që e merr krejt përgjegjësinë që një ditë të ndodhë ky projekt? Shiko, ne kemi dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë aspiratën shekullore të kombit për bashkimin kombëtar. Kështu që kjo aspirat ne nuk duhet ta shohim thjesht si një element të vendosjes së kufive. Ky është elementi i unifikimit të identitetit në radhë të parë, e cila politikisht pasaj rrjedhon në varësi të mundësive gjeopolitike të kohës. Pra, nëse ne sot flasim për Bashkimin Evropian si një pikë bashkimi, është sepse realiteti sotshëm gjeopolitik është i tillë, realitetet gjeopolitike ndryshojnë. Përpara 30 vitesh të flisje për pavarësinë e Kosovës dukeshe jo realist, përpara 40 viteve. Përpara 30 apo 40 viteve të flisje për shqiptarët si një element shtetformues si mirëfjell në Maqedoninë të Veriut, ishte jo realiste. Të flisje për mundësinë e pasjes së një kryeministri shqiptar në Malë të Zi ishte jo realiste. Pra situatat gjeopolitike ndryshojnë. Çfarë nuk duhet u humbasim ne? Ne nuk duhet u humbasim momentumin e integrimit të mëtejshëm kombëtar, sepse ka hapësira të shumta për integrimin e mëtejshëm kombëtar. Dhe do marr një shembull nga historia për të dalë në përgjigje. Nëse në vitin 1972, në mes të regjimit brutal komunist në Shqipëri, dhe kur shqiptarët në ish Jugosllavi ishin në një regjim të ndryshëm komunist, kur arbëreshët ishin në një vend demokratik të demokracisë liberale, ne kemi arritur një pikë të rëndësishme në këtë integrim tonin kombëtar. Faktin që sot flasim të gjithë një dialekt, dhe unë flas slabërisht, si lab që jam, zoti Camaj nuk flet dialektin geg veri perëndimor, zoti Adërgjona nuk flet dialektin geg veri perëndimor, zotin Aziri nuk e di se nga cila zonë është eksaktësisht për të dialektin përkatës, pra por flasim të gjithë një dialekt të përbashkët që është standardi i gjuhës tonë. Nëse ne nuk do të kishim këtë pikë kyçe që është në rrugën e integrimit të mëtejshëm kombëtar, pra të krijimit të unitetit të mëtejshëm kombëtar, sot do të kishim realitetin që flasim. Dhe kemi hapësira më tej. Kemi hapësira që ne ta shohim kulturën si një, se nuk ka kulturë shqiptare të Shqipërisë, shqiptare të Kosovës, e shqiptare të Malit të Zi, e shqiptare të Maqedonisë së Veriut, dhe tregu privat ne i tregon këtë gjë. Kur vjen fjala në muzikë, ne kemi një muzikë të përbashkët. Kur vjen fjala ama në biblioteka, ne kemi realitete të ndryshme. Kur vjen fjala në teatr, kur është produkt privat, kemi një. Kur vjen fjala për teatret tona kombëtare që kemi disa, kemi realitete të ndryshme. Pra, kur vjen fjala në ato çfarë bën kombi në vetvete, përmes hapësirës së vet private, pa ndikuar nga shteti, ne shohim që ka më shumë integrim se sa kanë institucionet shtetërore të vendeve tona, kur vjen fjala te arsimi, te kultura dhe te elementet të tjera të cilat kanë të bëjnë me identitetin kombëtar, dhe që ne duhet kishim strategji të mirëfillt të përbashkët dhe jo thjesht strategji, po dhe zbatim të përbashkët. Ne gjendemi sot dhe duhet jemi realist përkundrejt shikuesve tanë, në pikën më të artë